LSDM po pret reagim institucional për 2, siç i quajnë ata, bombat e publikuara nga ekipi antikorrupsionit të LSDM-s. Nga kjo parti thonë se këto 2 skandale i kanë dokumentuar me fakte, prova dhe argumente, dhe se kanë paraqitur ankesë edhe te Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion. Bomba e parë, kompania me 2 të punësuar e themeluar në vitin e kaluar, fitoi tender 9 milion euro nga qeveria e Mickoskit, të cilën e publikuam para 10 dite. Bomba e dytë, kompania familjare e Tomovskit, e pastron buxhetin e qytetarëve me 5.5 milion euro. Institucionet kompetente presin të shohin nëse ka bazë për të formuar lëndë. Kryetari i ri i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, Adem Çuçul, konfirmon se për rastin e parë është formuar lëndë, ndërsa për të dytin do të vendosin në mbledhjen e radhës së komisionit. Është paraqitur rastin nga partia LSDM për njëri rast është formuar lëndë, kurse për rastin tjetër, në kolegjumin e radhës do të diskutojmë dhe do të vlerësojmë nëse do të ketë bazë për formimin e lëndës. I pyetur të komentojë rreth skandalit me Ivica Tomovskin nga shërbimet për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë, i cili ka fituar 161 tender nga qeveria dhe i njëjti është donatori i partisë VMRO DPMNE, Blagoja Pandovski, kryetari Transparency International, u shpreh se është diçka e tmerrshme, kur rastet mbeten vetëm skandale dhe nuk veprohet mbi të njëjtat. Njëri nga problemet më të mëdha në vendin tonë është që këto skandale mbeten si skandale. Unë do apeloja që nëse vërtet ekziston diçka e tillë, institucionet e sistemit të ndërmarrin masa dhe ajo të zbardhet që përfundimisht të mund themi se me vendim gjyqësor dhe me ndonjë fakt vërtetohet ajo sjellje negative. Edhe revizioni shtetëror po pret rezultatet e antikorrupsionit dhe prokurorisë për të parë nëse ka bazë për të vepruar. Të presim të dalin rezultatet e Komisionit Antikorrupsion dhe Prokuroria, do të vlerësojmë nëse ka bazë për veprim. Por e them, shërbimi për çështjet përgjithshme dhe të përbashkëta ka qenë pjesë e revizionit shtetëror. Do t'i përgjigjemi vërejtjeve të raportit të revizionit dhe besoj se deri në fund të vitit do të publikohet raporti përfundimtar i revizionit. Ndërsa nga VMRO thonë se nëse LSDM ka prova për procedura të paligjshme, le t'i dorëzojë ato tek, siç thonë ata, prokurori i tyre Kocevski, i cili siç shtojnë e mbron me këmbgulje Filipçen nga përgjegjësia për krim milionësh.